Muaj mars ka nisur vrullshëm. Jemi kanë çelur të gjitha. Kanë çelur të gjitha. Sezoni televiziv duket se po bëhet më i ashpër sepse Ferma VIP është gati në nisje. Po, e vërtet. Por ne derisa të nisi Ferma VIP do merrem me Big Brother VIP se ky taksirat na ka rënë në këtë pikë. Po, e vërtet. Që ta dish ti Fatos, unë dhe Artemisa. Po ku ishit ju këtë javë? Kemi qenë në një vend shumë fantastik. Ku e vazhduat turneun ton? Po, kemi qenë në vendin më të bukur me njerëzit më në një fush, më thanë, në një fush. Në një fush dhe në një kruj. Ishim në fush kruj. Në fush kruj çojmë çka kanë thënë qytetarët. Radhën në hartën e Shqipërisë kishte pikërisht fush kruja. Dhe ne erdhëm këtu për të pyetur për Rogertin, për Bigun, fjalët që ai ka thënë Selin ti vet, misi do ta falë Rogertin, po thoshte atë fjalë. Unë Rogertin absolutisht që nuk do e falja, por kurioze jam të di çfarë do të bëni në këtë rast vajzat e djemt e fush krujës. A do e falnin, as do e falnin? Plus dhe puthja e famshme me Selin dhe Gimbo, sa gjëra kemi. A kanë ndjenja, as kanë ndjenja, kështu që hajde të stiam të futem në punës. Rogerti i tha Selinës, unë di se me sa meshkuj ke shkuar ti. Mos më bëj të flas. A thuen këto gjëra në një ekran? Jo, nuk thuhen. Unë e pashim TikTok tani, edhe nuk thuhen ata gjëra. Mund të shkoj sa do është drejtë vet. Ti s'ke drejtë ta akuzosh. Ja, mirë të ratoj me ty. Produksioni, pse s'merr masa? Ai du ta përjashtojmë sekonda. Se ka përjashtu. Ai doli vetë dhe e futën prap. Po Monika u kap me taje 39, s'ka dalë dhami të zisë, prap e pasën fut. Po tani, mendon që mund ta fitoj Rogerti Big Brother? Asnjëherë boti, me të gjeste si bëj jo. Selin dhe Gimbo u puthën. Ka dashuri në ajër? Kargo. Si duket dashuria? A mjaftohet një puthje për të thënë që janë çift? Ja, ashtu jo, asnjëherë jo. Po ç'a duhet më shumë? Duhet di çik punë më shumë. Duhet punë. Kush duhet punoj? Gimbo apo Selin? Jo, Gimi do të punoj. Unë do të punoj, nuk do të punoj. Është duke kaluar loja me sa duket përtej çdo limiti. Ti a do e pranoje që një mashkull të ta thoshte atë si fjalë, do e falje? Jo, nuk do e falje, patjetër. Absolutisht që jo. Po deri tani në këtë pikë të lojës ti me kë ke të preferuar? Selin. Selin? Selin duket sikur ka kështu xixa në ajër me Gimbon, dha puthjen e parë. Po, ishte shumë gjë e bukur. A mendon që ka ndjenja mes tyre? Paka shumë po, mendoj. Shkojnë si çift, ë? Po, shkojnë. Shkojnë? Po. Ai e ka tepruar pak se ai ka marrë 2 zarfa të zi. Nuk e di se si s'ka dalë akoma, po gjithsesi Pse s'po del? nga që e mbro Monika me Arbin. Monika i tha dil. Doli dhe hyni prap, si ka mundësi që hyri prap? Si ka mundësi që nuk i sollën një zarf tjetër të zi Rogerti dje? E ma mirë produksionin e. E mban mirë, thua që është kukull e produksionit? Po normal. Kush mendon që mund ta fitoj? Ka shanse për ta fituar Rogerti? Mateo. Po i me Mateon jeni? Mateo besoj. Po i gjithë me Mateon jeni? Selin dhe Gimbo dhanë puthjen e tyre të parë, ja rëmbeu puthjen. Atë duk Shpos më hun. Shiko pak, tani a mendon që ka dashuri në ajër? Normal që po. Do lidhen? Po i dijetë, droja është po? Besoj se po. Po për mirin qa mendon? Show, unë mendoj se e bën për show. Tani qa mendon për mirin, që ishte miri? Miri është ai stepdaddy që s'mundet dot me hes me gocën e dashurës, tash ç'le bëjmë ne? Si stepdaddy, pse çfarë roli ka stepdaddy në me një gocë? Goca miret pra tash? Goca mire. Po normal. Po s'janë më babe bi andar. Ndaj se. No, po ha pra stepdaddy tash? Ndaj. A mendon që duhet të dalë Rogerti? Pas gjithë tyre ofendimeve? Po. Po pse se nxjerrin? Se di opinioni. A je dakordi me atë që tha Rogerti Selinës? Unë e di se sa meshkuj ke shkuar ti, e di qa ke bërë ti në Dubai? I thuen ato fjalë një femre në televizor? Nuk i thohen pa ai ngutët pak, se nuk e ka zemrën e keq. Ishte ka lojën e rë. Po zemrën ti aty. Ashtu ai. Pse mban akoma në lojë? Ka marrë 2 zarfa zi. Sikur e ma pak si gjallë Big Brotherin, e ma pak si gjallë dhe... Do me thënë, pa Rogertin, Big Brother nuk ka, thua ti. Der diku i shka ty, der diku. Shkoj der ke eliminim, ke kaçja. Duhet jetë, është një keqe domosdosh. Deri në finale, thua ti, kush duhet ta fitoj? Miri, Rogerti dhe ai Tiranci, si ka emrin? Mateo, është nga Elbasanit. Është nga Elbasanit. Selin dhe Gimbo u puthën. A mendon që mund të bëhen çift aty brenda?
Ja, s'pranoj. Pse, pa, ai e puthi atë? Se do mu bo nusë shejte, nuk bë mu, s'do nusë Big Brother, do mu bo i herë mirë nusë. Jo nusë kështu Big Brother.